takimi më i rëndësishëm. Edhe ky takim sot për mua është takimi më i rëndësishëm, sepse takohemi bashk vërtet në një moment jashtëzakonisht kritik për vendin. Takohemi në një moment kur diktatura autokratike, e cila është një diktaturë që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin me të gjitha mjetet. Në dallim nga ajo diktatura që ju nuk keni jetuar dhe s'do ta jetoni kurrë, diktatura totalitare në cilën pluralizmi ndalohej me kushtetutë. Por sot ne ndodhemi në qeverisjen e një personi i cili për hir të vërtetës ndan me etrit e tij biologjik, psikologjinë më mjerane, psikologjinë më të keqe të njeriut. Psikologjinë ndan me etrit e tij biologjik armiqsinë e egër me kundërshtarin dhe përdorimin e çdo mjeti kundër tij, faktikisht kundër pluralizmit. Sot, në qoftë se i ati i tij në atë diktaturën totalitare në cilën kushtetuta e ndalonte disensin dhe mendimin ndryshe, firmoste varjen në litar të kundërshtarëve politikë sepse thurnin vargje për lirinë apo për Kosovën apo për të drejtat e njeriut, sot bastardi i tyre, pasardhësi i tyre me emër Edi Rama, burgos në vit elektoral, kryetarët e partive politike në mënyrë që të marrë me çdo kusht mandatin. Sot, në këtë diktaturë, një lloj si të parën, të gjitha pushtetet përqendrohen në një dorë. Përqendrohen në një dorë. Dhe ju e pat, ju ftoj mos harroni kur ditën e djeshme. Një ditë ju garantoj unë e pashembull në historinë e një shteti. Ku ditë në cilin kreu i shtetit, kryeministri, kryetari i parlamentit përballeshin me një prokuror që bënte ligjin, që donte ligjin, zbatoi ligjin. Nuk kisha pas skena në Trondicë të them dhe e kam pa dhe një packe. Ditë më të turpshme në historinë e ligjit të botës dhe të kushtetutës botë nuk ka.